Fruta, perime. Blerta, nuk është 20 vjeç, sa je ti më motër. Atë këndon një gosë të vjeç, po s'ka gjë. Fruta, perime, të gjalla, të zime, perime dhe fruta të forta, të buta. Megli nuk do të jetë këtu. Ti në TikTok ka 3 ditë aty. Megli nuk do të jetë këtu. Në fypin tënd të TikTokut ka fëmijë. Kalamaj. Kjo tregon që ajo do të ketë fëmijë, nuk e ke dëgjuar Jason që thotë, "Duhet të kem një bebë, do të kem një bebë." Jo, Jason nuk e thë vetëm Më erdhi në një meme në mend, po harrova, kthehet, lutem, është tjetra, du burr. Ja, unë do buk tani. Edhe burr dua, po do çdo gjë që nis me B. Megli del pak keq kjo që sapo the. Megjithatë, mirë se erdhët në episodin e sa? E 29 të pa manual. Nuk e di nëse jeni duke dëgjuar këtë episod nga makina juaj, nëse jeni duke dëgjuar në Spotify, apo nëse po e shikoni në YouTube, po kudo që jeni duke na ndjekur, ne ju falenderojmë shumë që na vazhdoni na ndiqni, na komentoni, na shkruani, Unë dua t'i përshëndes, unë sot mëndërisht, se fizikisht qartazi e duket se ku jam, mëndërisht jam në Capri dhe jam duke pirë një limonat premium by Lajthiza dhe shikoj pak limonët e mi zot regjizor. Sa të shko kanë mi Megli. Edhe këta, erdha për këto monumentet italiane, monumente 190 me muskuj. Në fakt me Michelin. Unë futëm në një botë tjetër tani. Unë jam në Valencia të demat me këto oksin e Lajthizës. Nuk e di për Gjesin ku është. Gjesi me limonat. Nuk e di për ju, unë kam një javë që pi premium rose dhe Lajthiza dhe i bëra thojnë Kastile dje rose. Do me thënë, ti dhe Rozea jeni të pandashme, unë dhe limonat jemi të pandashme. Ti dhe limonat në pa manual jeni do gjom. Për çfarë jemi sot, për çfarë na ke sjell sot Gjesi? Se ndjej pak tension ajër. Ishte një koment, nëse më që më dolte komentet, që shante Meglin, nuk e di pse. Që shante çunat jugor. Ti nuk e ke shar jugorët. Unë kam unë në episodin e parë kam thënë jam gjys Dursake, gjys nga Vlora, nuk mundet unë të shaj jugorët. Unë për të dalë në krah koleges time Megli dua të shfaqem fajtore dhe të shpallem fajtore që jugorët i kam shar unë, po nuk i kam shar, të them të drejtën, unë kam imituar një të folur jugore për çunat jugor, po s'është se i kam shar unë nga jugu janë vetë dua shumë. Are vllare qa bën ti qysh je për shembull kështu, një çun nga jugu thash. Never get old. Never get old. Nuk është shar se unë mund të kem prindërit e mi që flasin kështu për shembull, nuk është e shar, nuk flasin, por që për shembull mund i kisha. Po. E zëm se, një shoqja ime, e zëm se këtu në emision jemi 3 veta. E zëm se marrim një shembull dhe njëra nga ne ka inat jugorët. E zëm se kopion si flasin ata, e zëm se po ne nuk i urrejmë. Gjesi donte të thoshte që ne sot e kemi mpyetur bithën mirë dhe kemi vendosur të flasim siç ne dim çunat dhe stereotipet sipas krahinave. Shkurt muhabetit dhe më qartë, kemi vendosur të flasim për çunat e çdo qytetit të mundshëm në Shqipëri. Gjeje pak me çfarë, me cilin qytet do ta nisim. Me kë Vlerta? Jo, prita gjej Megli, guess. Nuk e di, me shumë mundësi ka gjasa që është veri. E gjete fix. Ka shumë gjatë. A janë gjatë? Janë gjatë. Ku rrinë zakonisht? Në fushkruj ose në has. Rrinë në fushkruj ose në has? Sa drejtë. Mos janë nga fushkruj ose nga has. Janë fix ata çunat e fushkrujës dhe çunat e hasit. Me që e lam që do i nisim me Goza mendoj që është ai momenti që duhet të themi që duhet na bëjnë subscribe. Unë e ndjej, do të thënë nga këtu e ndjej që ju keni qeshur. Edhe nëse nuk keni qeshur, buza, maja e buzës nga ana e majt ose e djath, ju ka lëvizit çik. Ju ka lëviz, mos gënje. Kjo do të thotë që duhet bëni subscribe. Andale Pikal tani aty poshtë. Që të zmadhohet buzëqeshja, na bëni subscribe në Andale Pikal. Si mund zmadhohet? Po sham, bëni subscribe. Një buzëqeshje, si mund zmadhohet buzëqeshja? Me subscribe. Kuksit dhe hasin. Po unë ngatroj fushkrujen me kuksin o zera më falni. Unë kam një kërkesë, dua të më shpjegoni pse kuksit dhe hasi janë veç. Kuksit dhe hasi? Kuksit dhe hasi zihen me njëri tjetrin. Por ju nga hasi jeni kuksian, pik. Çunat e hasit zihen me njëri tjetrin, kush ka më shumë familjar në shtëpi me ato kuksianet, kush ka më shumë meshkuj që jetojnë me një shtëpi. Jo, bifi tyre është kush ka më shumë meshkuj që janë në Angli.
sepse në Kukës nuk ka më çuna. Kështu bifi paçëm një. Atëherë, po flasim për Kuksin dhe Hasin, dakor? Se unë kam një problem të madh që unë ngatroj fushkrujën, Kuksin. Jo me jugun. Jo, veriu me jugun nuk e ngatroj. Po ngatroj, për shembull siç ngatrova tani fushkrujën me Kuksin. Po flasim për çunat e Kuksit. Ç'a kanë çunat e Kuksit? Po kjo Gjesi me që kam për të hangër patate. Patatën e kanë shumë të mirë. Patatën e kanë shumë të Për cilën patate po flasim? Për patatën e Atë që Kuksit. Patatën e Kuksit. Ka një term tjetër ato që i thonë, unë nuk e mbaj mend. Por ka nëse ju e mbani mend, La kujtoni. Si i thon kuksianët patates Kuksit apo jo? Kjo ishte? Se po bëj për film sot. Dakor. Kam dëgjuar për çunat e Kuksit që janë ata që e kanë vendosur, domethënë çunat e Kuksit e kanë vendosur Shqipërinë në hartën ndërkombëtare. Wow. Janë ata që duhet i mbajmë me nder. jush. Unë kam dëgjuar që ai pallati downtown këtu në Tiranë, anën e Kuksit e ka bler njëri te harta e Shqipërisë, e ka bler njëri për gjithë vëllezërit e vet. Me vërtetë e ke? Që të gjithë jetojnë nga ana e Kuksit. Bravo i qof. Shiko sa Kështu që bën shumë për familjen. Unë mendoj që çunat e Kuksit përveç se po blejnë downtownin edhe kanë ndërtu gjithë vilat e mundshme në Kuks, do fillojnë të blejnë dhe gjysmën e Londrës. Jam shumë dakord. Unë mendoj që në Londër ka më shumë kuksian se londinez. Edhe ky nuk është asnjë problem. Domethënë, ti shkon marrësh vizën në Anglisë edhe je kështu gjithë qef, edhe ajo thot, Benja, thot, ju fal jush na rrit ekonomia në të zezë dhe në të bardhë, kudo që ndodheni. Dhe kanë probleme shteti anglez me ndriçimin, se OSHE-ja ndej sikur ka faturon çik shumë çdo muaj. Jo, po i pëlqen ndriçimi low light atyre. Kuq, në lam që tek tukri për dhoma. Një gocë për çunat e Kuksit ka thënë që çunat e Kuksit vdesin të jetojnë 7 vëllezër në një shtëpi me kate. Tani bën se ajo që tha Megli. Cila? Ajo që ka bler gjithë ato anën e Kuksit. A mendoni që Borbarda është nga Kuksi? Pse? Që jetonte me 7 çunca. Nuk e kisha menduar kur. Ashtu tani e mendova. Genius of you. Borbarda kuksiane. Po, madje mendoj që ai Bën sens. Borbarda Kuksiane me 7 vëllezrit Xhuxha. Everything mendoj që ai connected. vogli me që ishte më xhelozi ka qenë nga Kuksi me shumë mundësi. Vetëm të gjatësia they did them dirty, meritojnë pak më shumë gjatësi. Mbahen që janë punëtorë. Por janë shumë punëtorë. Punë të ndryshme, lavash, ndërtim, këto normale që Shumë kanë. mirë, i lumt. Çfarë problemi ka këtu? As lloj problemi. Mua më pëlqen shumë se janë shumë familjar. E trajtojnë mamin shumë mirë, domethënë mamin e mbajnë si mbretëresh. Shumë familjar dhe të respektueshëm çunat e veriut. Normal që Unë kam shumë familjar respekt të për marrin çunat. nusën ta fusin në një shtëpi me 7 katë me vëllezërit e vet, më Po familjar jo, është janë. vetëm ajo, është ideja që respektojnë Familjen. familjen, atë konceptin e Tani familjes. ai thot asaj, atë pëlqen ti thosh me një shtëpi plot me njerëz, po thot ajo. Shumë bukur, ja ku ka 25 kushurinë dhe mi vëllezër motra gjithë në një vilë. Shive bë vet tash se unë do iki në Angli se kam punë. Qartë. Kështu e kanë. Por, e gjithë kjo ka dhe një anë të keqe, se përveç kësaj, disa nga gocat dhe shumë nga gocat janë shprehur se çunat e Kuksit janë analfabet dhe arrogant. Ata nuk mund të bëhen kurrë qytetar. Dhe kanë thënë mbi 10 vajza këtë në DM-in e pamanualit. Në fakt ka çuna që ikin në Angli dhe prap smushin men. Mushin gjëna tjera, mushin portofol. Qartë. Përveç kësaj, një vajzë tjetër ka thënë, unë jam vetë hasiane, por hasianët janë kokrat e mashtruesve. Tani aman çdo qytet e kishte mashtrues. Domethënë unë kam këtu mashtrues, toksik, mashtrues, nevrik. Pra nuk është se ka thënë ndonjëra janë të sinqert. A kemi në një qytet që kanë thënë janë të sinqert? Në fakt, se ne po merreshim me verim, po kanë thënë për një qytet që janë të sinqert. Do e zbuloj më vonë. Okay. Do ta zbuloj më vonë. Tani kemi Okay. çunat e Tropojës. Çfarë mendoni ju goca për çunat e Tropojës? Mua më ka ardhur vetëm një mesazh për çunat e Tropojës. Po? Dhe me thënë, nga gjitha që postova, çunat e Tropojës kanë hundën e madhe, nofullën e bukur dhe seksin e egër. Këtu të përgjigjet Gjesi. Wow. Gjesi po vazhdo? Interesante, më pëlqeu. Çunat e Tropojës ku jeni? Megjithatë, Bëj thirrje.
Bëj shaka. Mos e shquptohemi, unë thjesht doja një tun nga tropoja me një nofull të gjerë ishte, ëh? Nofull, si nofull të bukur. Nofull dhe kokën e madhe. Fort, shumë burrëror, xheloz dhe tradicional. Përshkrimi i burrit perfekt. Të gjatë toksik, të trash në tru, njerëz. Të gjatë në trup. A nuk duket si përshkrimi i burrit perfekt ajo që sapo lexoj Megli? Përveç të trash, Përveç të trash, bën sens, po. Përveç të trash nga më pëlqen Të trash e kishte të trash për nga po, më thënë tradicional. Sa bukur një mashkull ta kesh për burr që ruan tradita tradicional. Ka lezet. E ka vallën tropojës aty i pari. Bam, bam. Këtë ma more nga goja. Ju mund t'i shani sa të doni çunat e Kuksit, i thoni janë të trashe, janë jo qytetare etj. Por nuk i shani dot çunat e Kuksit se sa hot duken kur kërcejnë vallën e tropojës. Më fal, vallën e Kuksit. Okej. Rudina magjistari inside me, domethënë, por ideja ime Nuk i ishte shani dot çunat e Kuksit kur kërcejnë pogonishten. Janë fantastik. Jo, nuk i shani dot çunat e Kuksit se duken fucking hot kur kërcejnë vallën e Kuksit. I love vallën e Kuksit. Këtë po thoja. Pra, ai harrojmë çdo gjë, ai mund të mos di të flasi, ai mund të mos di, mund të mos ketë lexuar kurra betare nga fillimi në fund, po mjafton kur e shkon kur hidhet dhe çajt vendi kur kërcen vallën e Kuksit. Jemi ne duke u zi. Çam duhet më argumenti aty ku ai me sherit çohet e kërcen vallën e Kuksit. Jo, po imagjino sa e bukur është ti Ai, duke. je mërziti. Je me nervat, shef sy. Ma kapni pak vallën e Kuksit, thjesht në. Vallën e Kuksit, si është vallën e Kuksit? Ne, po s'e. Ai, Ai, mos fol më. E po, bukur është ka. Adrenalin o zemra. Adrenalin o zemra kur e mendon. Dia që vallja jep nga adrenalina e motor kisha dgju. Po vallja Kuksit. Çdo vallë. Për tropojanët kanë thënë gjithashtu që Valle e qaj. përveç vallës, tropojanët janë çuna që kanë besë dhe burrëri. Dhe po preve në besë një tropojan, gjej vend dhe futu. Jam dakord. Kështu kanë thënë, kështu janë shprehur. Nuk e di pse që kanë kaq të frikshëm këta tropojanët, po i preve në besë. Por nuk e keni parë kur bëjnë vallën e tropojës. Por në aq të frikshëm sa duken. Gjithashtu, Gjesi, çfarë kanë thënë tjetër për çunat e tropojës? Për çunat e tropojës, unë di dhe mbaj mend në mendjen time që janë vetëm të gjatë edhe xheloz. Vetëm të gjatë dhe xheloz. Kaq janë dy cilësitë që ka nevojë të ketë një tropojan për Gjesin, i gjatë dhe xheloz, toksik. Mjafton ta rash 3 herë në ditë Gjesin, Gjes drejt darkë dhe Gjesi të do ta adhurosh. Të do. Sidomos duke e rrahur të bësh vallën e tropojës. Ej, stop dhunës. Gjesi, nuk e E di. bëjmë shaka se ishte humori, nuk kemi për dhunës. Çunat e tropojës janë gjithashtu, më dëgjoni me vëmendje se është një duket se është një boknon. përshkrim shumë preciz, agresiv, të pakdhendur, mentalitet shpellari, totalisht të paqytetëruar dhe janë shërgjin të mëdhenj. Shërgjin jam, me thënë drejtën. Edhe këtë e ka thënë një vajzë, nuk po ja them emrin, por është një vajzë që ka thënë këtë dhe pas ka pasur eksperjenca shumë të këqija me tropojan. Po për klabe, domethënë ku kanë pas zi shumë tropojanët. Vërtet. Në fakt në çdo klab që kërcet shishja kokës, ka gjithmonë ose një kuksian ose një tropojan të Po, për përfshirë. zëllin ta gjithmonë, gjithmonë këta. Ose është dhe çuni. S'ka nevallë. Ajo, më poshtë ai qyteti. Është dhe çuni dikujt po e themi se ç'na duhet ne ta kërcaset edhe në shishe Qartë. kokës. Për tropojën kanë thënë që ka dhe çuna skutha, po unë se besoj, këtë nuk është e Çuna vërtetë. skutha? Po, skutha, besprema. Në fakt e kam Unë mendoj mësuar. që janë për dibranët. Jo, Besprema dhe se ja skutha. futa kod dibranët skutha. Dibranët. Dibranët janë skutha. Ortaj, është të thonë, ortaj. Unë për dibranët kam dëgjuar fjalët më të mira, me thënë drejtën. Për dibranët. Për zotin. Unë kam dëgjuar që çunat tropojan, çunat familje dibrane, po më që po flasim për çunat janë njerëz shumë të qytetëruar. Tropojan sepse Jo, më fal, doja të thoya dibranët. oh, kalle krejt. Doja të thoja që çunat dibran janë shumë të qytetëruar. Ta mund të jenë të qytetëruar, po mund të jetë besprema njëkohësisht. Nuk është se i bëmë pak të qytetëruar, fakti që janë besprema ose skutha.
Po pse skutha, se nuk e kisha dëgjuar kur që Dibranët janë skutha. Unë jam shumë e sigurt që çdo njeri në Shqipëri ka dëgjuar të paktën një herë që Dibranët janë skutha. Atëherë, nëse dikush ka thënë për Dibranët që janë skutha, ka qenë patjetër Kuksian, se Kuksianët zakonisht kanë bif me Dibranët, por nuk është fare vërtet. Kuksianët dhe Dibranët kanë biftek me njëri tjetrin. Kanë biftek me njëri tjetrin. Priste do të lexoj diçka, se nuk jemi vetëm ne që kemi po flasim për çunat në përgjithësi sipas krahinave, po ka folur dhe Fanoli. Dhe ka shkruar Fanoli. Dhe dëgjoni pak se çfarë thot Fanoli. Çfarë ka thënë Fanoli për çunat Dibran? Ka shkruar njerëz të zgjuar me lezet që i gjen në çdo anë të bëjnë hall dhe salep, këta janë mjeshtrit Dibran. Kisha ëngër salep. Po si mos salep ti? Ti shaja ata. Që hani salep në takim të parë me ju s'quaj. Ishte çokoladë ngrohtë. Sa kepesh më klas. E kuptove Gjësiana që ka thënë që janë njerëz të harreshëm, njerëz të gëzuar. Në fakt çfarë thonë një gjë tjetër për Dibranët, se pas kam shumë gjëra për të thënë për Dibranët, nuk e di pse. Po han Blerta pse va. Personale ka marrë rrull. Janë shumë kunjaxhinj, pra ti do shumë kohë të kuptosh se çka ka dashur të thotë një Dibran, pra nuk i bie drejtën tema i Dibrani, po thotë që ti bie kështu, e ka veshin kështu. Nuk e kap veshin drejt për drejt, po e kap kështu Dibrani. Nëse çaj një Dibran vjen i larg, nuk e dua. Pa merak ta kem parasysh ata. Emisioni nga gjithë përshkrimet e këtyre qyteteve do të zgjedhim një qytet që ne do të shkojmë nuse. Po, po, ne do zgjedhim qytetin që do shkojmë nuse. Do ndodhi me vërtet. Mas emision. Po. Egli, mendoj se ti duhet të flasësh për çunat e Laçit. Se më shkon. Shkoj që je fiks prerje nuse për çunat Laç. Që do mbushim me flori. Fiks zemra. A nuk të çunat e Laçit kanë shkruar këtu që janë mashtrusa. Pse do të thonë? Nuk jam dakord. Po të mashtrusa, ai duhet shtëpiash, skifter dhe të pashkolluar. Kjo fati që del ai beset e Portokallia edhe bën skifteri, nuk do të thotë që është e vërtetë. I ka dalë nami çunave të Lashit, nënë Modër nuk mendoj se është e vërtetë. Mendoj që Laçi ka meshkull shumë të fortë dhe mendoj që atyre ecën jeta se kanë kishën e Laçit afër. Amen, ndoshta prandaj u ecën atyre. Çdo të martë unë dhe ata bashkë kemi dhe kisha Laçit. Çfarë dhe atyre ka ecë mujo. Duhet dhe mësuesët si luten, si i prekin. Pavarësisht që janë çik të frikshëm, mendoj që nëse është femra e duhur mund t'i zbusi dhe i trajtojnë shumë mirë të dashurat. Si lloj zbutje Megli, nuk e di pse efekt. Po ti do zbutesh nëse jeton me pistolet vonë. Do mësohesh. Ti zbutesh. Mirëmëngjes. Nëse e marrim nga ky prizëm, ke të drejtë. Metoda nuk ka lidhje, është konkluzioni. Është zbutesh në fund, se si me pistolet si rrifet mishi. Si rrifet mishi? Si zbutet mishi. Ka rënë kështu. Atë më qenë ty kur e han. Po, nuk pyeti se si ishte procesi. Më pëlqeu. Nuk. Vazhdoj me çunat e Pukës, gjese mendoj që ti. Për çunat asgjë interesante. Nuk kam dëgjuar asgjë të mirë. Fakt kam dëgjuar. Janë shumë cute. Unë kam dëgjuar që janë kështu closed, domethënë të mbyllur emocionalisht, nuk shprehen shumë dhe janë shumë punëtor. Po çfarë lidhje ka kjo me Pukën? Dhe fusharzit janë thotë mirë. Se kjo ka të bëjë me çdo mashkull. Do të thonë që Puka ka nxjerr puna të mirë me kulturë, të sjellshëm, punëtor, zgjuar, kush është si më fol? Emocionalisht. Din me fol, po jo, tamam. Kërcen mirë, ka valle Puka. Po si ka valle Puka? Ka. Ç'a valle ka? Pukane. Atëherë dhe Puka. Jo, realisht mendoj që janë Pukanët mbahen për çuna të mirë dhe çuna të zgjuar shumë. Shumë të zgjuar. Pukan? A janë të zgjuar? Po, të zgjuar. Janë shumë një vajzë kishte shkruar që Megli herë. Çunat e Pukës janë shumë zgjuar, mbahen për shumë zgjuar. Janë zgjuar më, janë shumë zgjuar. Një gocë kishte shkruar që nëse do ta dallosh një çun, nëse është nga Puka apo jo, shifi trashësinë e qafës dhe trashësinë e zinxhirit që kanë qafë. Nuk mendoj që i qëndron kjo. S'u mendoj që qëndron. Po se këta që mbajnë kështu varë të trash nuk nga Puka përgjithsisht. Nuk e thash unë, e ka thënë një vajzë në komente që është shifi që ka kokën e trash, kokën e madhe. Ndoshta. Mendoj që thjesht ai që ka kokën e madhe të trash është i shnosht. Nuk mendoj që ka të bëjë me zonë. Edhe Florieri është zgjedhje personale. Nuk mendoj që nga zona, por u bëra për Oks. Çunat e Shkodrës ta marrsha.
Këta shkodranët ka një problem shumë të madh, që ju duket sikur mund të bëjnë çdo gjë vetëm se janë nga Shkodra. Edhe mund ta bëjnë. Po jo, Unë kam goce. qenë në Shkodër për karnavale, do të bukur po, do me qesh po, do të marrin me gentiles me kërcy po. Jam knaq. Po janë një çik pordac Megli, sepse janë çuna që janë rritur kështu e drejtësh, janë rritur në një vend që është djepi kulturës, fotografi, art, muzikë, etj, humor, edhe ju duket sikur kapin qellin me dorë. Po nuk janë çiko, është një shprehje në Shkodër që thot, do të thënë mallkimi më i madh që mund t'i bësh dikujt është i thuash mos të hyp të vetja në qef, do të thënë. Po, se di se si e kanë. të gjithë ju ka i vetja në qef, si për çudi. Po, ato kanë për shembull në Shkodër për karnaval janë këto bejdet. Nuk e di nëse e them sakt. Ato mblidhen të gjithë dhe bëjnë rost njëri tjetrin. Pra, për shembull, edhe fiton rosti më i mirë. Pra nëse del halla merret me vllajën e vet që mund të jetë babi im për shembull, i bin, i mshojnë, po kështu të rënda që nuk i përballon dot njëri. Kjo do zuarsi, sepse nuk e bën dot gjithë. Bujar Xhamili më tha Blerta ka thënë, hajde. Jo, prit, se kam qef. Hej, goce, qa po ban, mos u ban, ti pishman, kalo fushë, kalo kodër, hajde, nusen Shkodër. Vdes për këtë këngën mbaroj, mendoj që dikush nga ne duhet martohet Shkodër. Ju të dyja se unë kur. Pse? Ua, unë s'do merja kur një burr nga Shkodra, asnjëherë. Okej, mund të më bëj për të qeshur, po s'do marr dot kur seriozisht. Pse? Do të sigurisht shumë. How you kot. Çunat e Shkodrës janë kavaliera, moj. Kam dëgjuar që ato i trajtojnë shumë mirë të dashurat. E kam gjërë dhe unë këtë derisa gjej një tjetër. Është e duhura. Sa i thotë unë jam e mirë, dhe pse të them e mirë, çik nga gjithë me atë treguza e mirë jam. Po, me tregu të gjithave. Po, derisa të bindet ai. Ky është një problem. Të qenurit playboy nuk është më një problem krahinash, mendoj unë se është ka të bëjë me faktin që ata kanë atë gjën aty. Patjetër, po fakti që ata mburren kaq shumë. Varet me krahin më. Te kur bëjnë si njësha në kaminat, kur bëjnë kështu si njësha si të zgjuar, e kam tekë. Do të ballafaqojmë kokën e Shkodran, tulim tavolinë, do vëmë një zile, do bëj kështu si bif. Pring, edhe thon argumentet pse nuk pëlqen Shkodranët dhe ai do t'i kundërshtoj argumentet. Po pra, po do të kundërshtoj me humor Shkodran që unë s'e marr vesh. E po problemi jot. Problemi i Shkodranëve që bën një humor që vetëm Shkodranët e kuptojnë. Unë e kuptoj. Shife sa bukur e ka thënë një gocë tek Asku, e ka për Shkodranët. Playboy me diplom, gënjejnë bukur, flasin me theks dhe zhduken si me magji. Qëndron. Dua Lipa këngën Houdini e pas ka bë për Shkodranët. Catch me or I go Houdini. Gjithë Shkodranët ndarke këtë këndojnë para pasqyrës. Gjithashtu, për çunat Shkodran, thon Xhesi që janë dhe shumë mendje hapur. Se nuk janë fanatik siç mund të jetë çunat e Veriut. Okay, se çunat e Veriut i trajtuan me shumë delikatesë, po çunat e Veriut mbahen si fanatik të thekur. Ndërkohë që për Shkodranët thonë që janë qytetar, nuk janë realisht mendoj me vërtet që janë qytetarë dhe nuk janë fanatik. Po tani mbaj një qendrim, do martosh me qytetar, po do martosh, unë do fanatik, pikmaroj. Mund të merremi me Xhesin atë pikë. Kaloj çik se lexo poshtë qyteti do shkosh nuse, më qafsh mua. Mikët e mia, po e dashur. Kam nderin që ta marrun përfaqësimin e çunave të fushkrujës. Çunat e fushkrujës. Na mahnit, na bin pse duhet të kemi një çun fushkrujës. Se duhet ta marrësh ti një çun fushkrujës. Për fushkrujën? Po, se e vërtet, bravo. E thon kanë dhe për fushkrujësit, domethënë. Po, thon once you go fushkrujës, you never go back. Jam shumë investuar. Por vajza thotë që është një gënjeshtër. Unë nuk mendoj kështu. Pse thon? Jam vjen keq, nuk kam eksperiencë me fushkrujësit. Thjesht unë mendoj që fushkrujësit e thon këtë fjalin që once you go fushkrujës, you never go back, se si mund të shkosh ti mbrapa me dikë tjetër kur ata vendosin të tolin ke shtëpia. Një të katër me veta, një fushkrujës patjetër identifikohet sepse ka lidhje të ngushta me një fabrikë tritoli, ka thënë një gocë. Dhe ka thënë dhe një mjemër, po nuk po e përmend se ndoshta na futet edhe në një tritol që nuk e duam. Ato vinë letshëm pra tek C4 edhe kaq. Ju e kuptoni që çdo qytet ka nga një ushqim tradicional dhe fushkruja nuk ka asnjë, ka thjesht tritolin. Ushqim për tritol, po ushqim. Ushqim është dhe tritoli, pse jo, është ushqim për të ngopë të shpartallon në të gjitha mënyra. Mendoj që kjo do ta shikoja jo tritolin si janë pozitive, doja të thoja faktin që çunat e fushkrujës mbahen si çunat të fortë, se ke parasysh të fortë janë. Ke një shpatull ku mund të mbështetesh, pra nuk të bie dot dikush më qaf kollaj, sepse janë ata që çuni fushkrujës, i cili ti mund të telefonosh dhe i thuash, "Alo C4?" Alo C4 me ty po flas? Alo C4 me ty po flas?
Çuat e fushkrues në çuan e vrik. Ua na thënë gjë të re. Po janë e Ç'është vrik. gjithë jugu? Jugu? Mos je ti një më fal, mashkull Veriu. nga fushkruja? Si? Identifikohesh ti. Deri tani po identifikohesh si një mashkull nga fushkruja. Po për fushkruan kanë thënë afet këshia. Kanë thënë që si mjafton gruaja që kanë shtëpi dhe shtiren si viktima. Ua. Po, në fakt kanë thënë, bëjnë tipin modern kur vinë në Tiranë, sepse këtej mbajnë nuse për të ruajtur lopët. Ka lop fushkruja. Po tani ai Nuk mendoj që ishte kjo pyetja Xhesi. Një për shtëpi, për lop, një për jetë. Do kaloj, u morëm, kemi, nuk e di sa minuta kemi që merremi vetëm me çunat e Veriut. E të mërshma. Mendoj që duhet të merremi pak me çunat e jugut. Mendoj që ta fillojmë nga Tepelena. Nuk di, Ta mbuloj dhe unë diapazonit të Pelenës me leje. unë nuk kam taku kurrë një njeri nga Tepelena. Mos takof shkurr inshallah. Nuk ka çfarë duan fare. Pse ka ishte këshia çunat e Tepelena? Çunat nga Tepelena janë manipulues të ndyrë, janë të tmerrshëm. Pse, Janë moj? Unë nuk di çfarë të them, janë manipulues, mashtrues, xhelos, Mos ndoshta toksik. po flet për një çun nga Wow, Tepelena që ka wow. qenë binjak. Se të gjitha këto janë veçorishën lidhen me të qenurit binjak, jo me faktin që Duket se janë me Tepelenën pas ka eksperiencë. Duket se tani u bë personale. Dgjoj, unë për çunat e Tepelenës kam dëgjuar fjalë të mira, edhe nga eksperienca, se janë njerëz të mirë, nuk janë njerëz kështu baballëk, thot mami im, njerëz që shohin Terezinë e vet. Po, kjo është e vërtetë, Njerëz- Terezinë vetë e shohin. Njerëz që nuk ngatrohen me njeri, shohin atë punën e vet, han mish në hell, mish keci që i luajn fen po ashtu dhe unë Dhe bravo vdes, ju qoftë edhe bravo unë ju vdes, qoftë. mbaroj. Për Mishellin tani kur timi të çuan mira e Tepelena, po për gjoj. Mishellin më thoni dhe mua. E shef e bëri dhe një thirrje tjetër. E bëri thirrjen për Mish Hellin këtë herë. Kuptoj. Mendoj që deri në Vjen fund të ofertë sezonit- Blerta. Një Tepelenas plus një Mishhelli. A mund të flasun për çunat e lushnjës se vdes për shalqi? Vazhdo. Mamore! Një hapoj se Jo, ti jo, ke gjithë javën janë shalqin dark. Unë akoma s'kam hangër për këtë vit. Jo, vazhdo. Vazhdo. Asun. Fol ti për çunat e lushnjës. Unë këtu ka shkruar han byrek dhe shalqi. Në ekonomik. Burri nga lushnja ekonomik, më pëlqen. Do doja ta edhe unë byrek, po si ai do. Vdes për çunat e lushnjës vetëm për një fakt. Që furnizojnë gjithë Shqipërinë me shalqin. Për mua ky është Janë mjafton, shumë mbaron. punëtor. Po ju lumt, Unë ju kam lumt. dëgjuar që çunat e lushnjës janë shumë punëtor dhe këto që ne kemi këtu janë shumë punëtor. Po, Flori. Po e Edhe vërtet janë. Fatosi. Edhe Fatosi zemra ime është shumë çuna punëtor Gëzuar janë. Por për çunat e lushnjës? gjithashtu çunat e lushnjës i mbajnë për çuna shumë frikacak që i drejton gruaja. Tani ma përktheni pak të ca tipa me kokra të fortë, të tjerët e kanë leprin bar. Po, pra, do të janë frikacak. thonë, do të thonë, ca njerëz në lush janë të fortë, por të tjerët thonë që kanë leprin bark. Do të thonë që janë fikacak. Ose ca kanë shtuar Kanë lepurusha, frikë por nga se gruaja besoj. ka thënë, domethënë kanë shkruar lepurusha për lushnjarët sepse Kanë frikë nga gruaja, Sa qartë. vetëm lushnjar mos e merr burrë dhe myllesh në shtëpi do Jo, rrafësh I would never. Don ti që Gjesi do shkonte me Asnjë lloj lushnjari, asnjë lushnjari. Që Gjesi mund të shkonte me një lushnjar. O janë cute. Me Gjesi me një lushnjar. Gjesi o e merr nga Absolutisht. Veriu, o le të kthehet lesbike motra se Absolutisht. nuk ka jugor që përballon Gjesiana Mukën, domethënë në këtë. As vetja se nuk, ngatrova mikrofon. Mendoj ti Blerë do shkami te Belencun. E kthej prapë te Tepelena, aty ri zemra. Ecim. Nuk mendoj që do shkoje ti me një Tepelens, Gjesi. Blerta me që Asu se afër mendoj. lushnjën. Asu se Kush mendoj. një qytet që është jugor, po ka rrezik, ka dhe aty kështu mafje, gjëra. Mbahet Bevolli. Jo, me Maliaj nuk mbahet për të rrezikshëm, se çunat me Maliaj s'mbahen të rrezikshëm. Jo, mos kam dëgjuar për çunat e me Maliajt. Çunat të rrezikshëm që nuk mbahen janë çunat e Fierit, motra. Të rrezikshëm të Fierit? Çunat e Fierit janë çuna, ne na kanë shkruar shumë gjëra për çunat e Fierit, por nuk po e themi se për çfarë kanë mbajtur se na duket pak e rrezikshme. Gjesi dëshiron Ta them unë, kur varma, shtrusa, gore, magjistar, manipulues, rrinë më shumë me shokët te kafja se me të dashur ose gruan dhe seksi mirë. Mendoj që Qershi ambitor. Prandaj gjitha ato tira shumë zonë me te. nuk e di kush e thot këtë për çunat nga Fieri. Like, come on. Ka qenë një Ua. Klajdi të Anabeli që Klajdi ishte Gjali nga Fieri ishte Tritoli. Tritoli. nga Tritoli Fierit. I Tritoli Fierit? Po magjistar. Doli 20 Po goca. magjistar. Klajdi. Po Jo, si mo, s'ju jo. vjen zor na thonë numrin e telefonit të magjistarit shkojnë. Po si s'ju vjen zor që bëri magjina thonë kujtun në kanatierët. Po si s'ju vjen zor.
çunat e Fierit nuk janë dhe aq të frikshëm sa që mbajnë. Nuk janë të frikshëm. Në Fier ka ndodhur diçka. Çunat e Fierit tani janë shpërndarë nëpër botë siç ka ndodhur me gjithmonë. Në Fier janë më shumë të ardhur. Edhe nuk të ardhur nga Tirana. Jo, të ardhur nga rrethet. Edhe nuk janë më, domethënë aq të frikshëm çunat e Fierit sa që kanë qenë. Mendoj që mund të ma konfirmojnë këtë. Se më përpara çunat e Fierit, të Patosit, të Rogozhinës, të bëheshin bashkë të Patosit. Ti je i fortë nga Patosi. Kile të vllai fort nga fushkruja nga Tropoja. Do të futen ata të Marinzës, Gjesi e di çfarë do të bëjnë apo jo? Marinzës. Po, çfarë më bëte? Mund të mos jesh i fortë dhe ti je nga Patosi ma s'ka lëndë nuk kena një gjuhë bëma nga Patosi, nga fushkruja nga Has, nga Kuksi. Po i thonë nga Pishkashi mund t'jesh? Pishkashi. Çfarë është kjo? Pikërisht. Pishkashi ku i bie? Është ai ka pasur betim spërvima. Mund t'jesh i fortë me emrin betim spërvima. Unë kam nevojë që të gjithë çunat e Patosit dhe të Fierit të vërtetojnë Xhesit që po, mund t'jesh i fortë dhe t'jesh nga Patosi dhe nga Fieri. A vash me këtë Fieri se po na vjen ai C4 nga Patosi këtu me vërtetuar tek mesazh. Unë jam dakord, thjesht Xhesi është ajo. Ç'është një lloj tritoli tjetër, çuna ndihmoni pak? Tritol tjetër përveç C4-s? Tritol? Okej, do të thotë, nëse na vini C4, do të qeni nga fushkruja. Nëse na vini dinamit, do të qeni nga Patosi. Ta dim që na vjen pak. Është u bë e kuqe, nuk mund të transmetohet kartë dhurata. Ta dim që na vjen, moj. Zumra, kalojm çik te nga ante mia nga Vlora. Motra. Motra. Në fakt. Më fal tani, i sekond. E kanë gjoksin me krimi në Vlorë, afër detit, afër mbretit. Po ku i shkon menja për krim? Ato janë dyst. Nuk e di pse kanë thënë për vlonjatët që janë kriminela në fakt, sepse unë nuk kam gjuhë që për vlonjatët, përveç se fakti që janë egoistë të mëdhenj dhe kanë gjoksin ngrop. Po kanë trupa të mirë, e mbajnë veten normal, e kanë gjoksin ngrop, kujdesaj për veten, kokë fort, egon më të madhe se gjëra të tjera, bën si të rënë te shtëpia dhe thon o ma. E kanë egon më të madhe se o mama. Dhe herë të lutem. O mama. O mami, qa bën o zemra, më ke bërojnë që për të ngrën mua sot, o ta në qa zemrën. Tani, mirë janë, për shembull, pra na e thotë e kanë gropën të gjoksit se bëjnë unë. Por unë... Sepse janë egoist çunat e Vlorës. Varet. Egoist në sensin që nuk mendojnë. Migli tha, e kanë egon më të madhe se gjëra të tjera. Ju gotë që shkoni këtu? Thjesht fakte ndoshta? Ndoshta. Nuk e di. Unë në Vlorë janë, të me thënë që kur shkon ulesh në lokal, dhe e mirë më gjesë uzra, si ke gdhirë sot, qo piq. Qo piq. Edhe ata janë qefli, janë dhe vlonjatët, unë në dasma, ku jam nga fisi që në Vlorë, unë knaqem. Nga Shqipëria e mesme e poshtë, çdo dasëm knaqesh. Po, vlonjatët janë dhe shumë zemërgjër. Po, është vërtet jo. Do më thënë, le të ta pranojmë, mund t'i shajmë, t'i themi egoista, t'i themi çfarë të duam, po çunat vlonjatë janë shumë zemërgjër. Po janë çunat mirë. Dhe bëjnë shumë për shoqërinë edhe për njerëzit që kanë vërdall, përveç se për familjen që nuk diskutohet, por për njerëzit bëjnë shumë. Po të kam vlla, 1 në 3 fjalësh, po të kam vlla. E vut re dhe ju nga ekrani që sapo filluam të flasim për çunat e Vlorës, se çra një qetësi këtu se s'jam ban kujt me fol keq për çunat e Vlorës, a kupton? Unë kam xhan se nga Vlora gjys. Edhe domethënë fisi im ç'a bën, Volumave. Por gjithashtu ju thon edhe që din vetëm të hapen bythësh, edhe vlonjatët njësoj si shodranët. Po, është vërtet. Që din vetëm të hapen bythësh vlonjatët. E kanë çik të keqe këtë faktin që po punojnë me thënë drejtë, nuk është janë për tac. Jo realisht punojnë, ai thotë unë të mia ti kam, pse jo. Se mos hapet, me kupton. Mos hapet, kur hapet ai nga Patos. Kaluam poshtë më poshtë. Flasim pak për çunat e Korçës dhe të Pogradesit. Po të Sarandës, ta heqin dhe Sarandën qafe. Këtë flasim? Për çunat e Sarandës. Unë kam asnjë opinion mbi çunat e Sarandës, sepse nuk kam njohur asnjëherë ndonjëri nga Saranda që të më lëri mbresa për shembull. Punëtor janë edhe ata. Po duket sikur unë mendoj që ata kujdesen shumë për veten. Se sa me Shqipërinë ata. Po kujdesen shumë për veten, e vërtetë është, e majnë shumë veten. Janë edhe janë sikur e mbajnë goxha veten, po bin sy. Çunat e Sarandës? Po. Se kisha dëgjuar një herë këtë. Nuk është se më na kanë shkuar dhe që kanë lek, i respektojnë femrat, edhe kanë thënë që manipulues, po. Ta ngjit, bëj si të bukur llafazan tradhtar.
mua një gjë nuk më pëlqen të çunat e Sarandës, nuk po them të gjithë që pëlqen të identifikohen shumë ndonjëherë me Greqinë, më shumë se ç'duhet. E vërtet kjo. Nuk më pëlqen kjo gjë se ju duket sikur janë të veçantë. Janë të veçantë ose kanë një lloj egoje pak më kështu se shiko se ne marrin pension nga Greqia. Marrin pension nga Greqia. E kanë që keq këtë hapjen, po në fund të ditës kush nuk është hap, se të gjithë këta çuna që kemi përmendje janë hap. Hapen të gjithë. Pa qartë. Tani, flasemi çik për të preferuarit e mi? Hajde. Korça dhe Pogradeci bre Lalka. Bre Lalka pse se na ka marrur jeta në Kërnack, bre? Ai merr dot seriozisht një çun nga Korça se nga Pogradeci. Nga Pogradeci nuk e di, po nga Korça e marr se aq shumë kënaqem kur ikin Korç, saqë nuk e gjej fare atë, shoh pa audio. Jo Korçën, një çun nga Korça. Po janë shumë punëtor. Moj punëtor janë dhe shumë janë të zgjuar. Lakror tani. Po për faktin, tani edhe një herë, po flasim për të lidhur me këtë çunin nga Korça, jo me mamin e këtij çunit nga Korça. Se gratë korçare motra janë për t'ia numëruar në lulet e ballit, kam dëgjuar. Është edhe muhabet ai. Kam dëgjuar që janë koçire o korçare o çfarë? Po. Po pra, po, i bëjnë ato komandën në shtëpi dhe kur një grua korçare bën komandën në shtëpi do të thotë automatikisht bën komandën dhe menusën e djalit. A të intereson kjo gjë ja? Aha, jo në këtu. Gjesi ti e? Ti han lakror. Po të bëjë vetë. Han lakror. Po mund të hash dhe në një lepit kokës, po i ngrit të zërin çunit vet. Në shtëpi sa janë ngrej unë zërin, janë ngrej pastaj në shtëpi time. Po nuk të lehet, vjen me ty në shtëpi tënde. Në shtëpi time nuk vjen ajo, në kafe të urkeçkë, ja bej kur të vaj në shtëpi, po jo. Më pëlqen që flisni kaq bukur. Gjesi, për shembull, se nuk dua të ma kesh kuptoni këtë që thash, po jam shumë dakord që shumë goca do bien dakord me mua, po për shembull një gocë alfa si Gjesi, për shembull me u lidh me një çun nga Korça ose nga Pogradeci. E bëj zap, nuk e lë të flas. Ai të puth një çiçka me Gjesi, ai të puth një çiçka se më ka marr malli për tyme. Për shembull. Jo. Do të thonë, shko, se ky është dialekt. Po jo, prapë se edhe ata çunat korçar që kanë ardhur në Tiranë edhe kanë vite që jetojnë në Tiranë, prapë kanë theksin, nuk kanë, e kanë shpo theksin. E kanë më prish punë shumë. Edhe unë prandaj thash se nuk është të më prish punë mua, po nga që të prishte punë ty do e nxjerrim pa. Qartë. Po jo ka që shpaqë po lek që shkruaj shumë të mirë. Ti vi ai nga Korça. Po pra, po gocat e kanë kuar shumë të mirë. Çuna punëtor të zgjuar, e di që kanë shumë shanse të larta të fitojnë lotarinë amerikane, po mos më ngjit më prapë. Po sikur të fitojë lotarinë të flasësh anglisht, mos flasësh korçare. Korçarët me zi mësojnë anglisht kur vejnë në Amerikë, se si ti thon, can you give me this? Can I have a little water? Shkonaj, mësome? Oh my gosh, I'm crazy for you. What are you doing? Çunat e Korçës ju duan brelan ke po shpaku çunat e Korçës duhet ikin tjetër në Itali pra. Pse? Madaj. Madaj, ma ke saj. Ai shkon pa teksti. Kur i shkon pa. Po Pogradeci si Fieri, për shku në Vlorë kalon nga Fieri, për shku Korçë kalon nga Pogradeci. Kur ne i pyetëm gocat për Pogradecin, për çunat e Pogradecit, ato thanë, e kanë mendjen vetëm për në Gjoli çunat e Pogradecit. Për në gjoks, po nesër. Për në Gjoli të kapin sa si quajnë këto, Koranin çunat e Pogradecit e kanë. Aman se mami vdes në Pogradeci, nuk kam asgjë çfarë them. Shkon aty te ajo statuja Olgës, aty ka gjithë foto Facebook. Pogradec ka gjithmonë lakror fantastik, po flas për çunat se radh. A harruam ndonjë? Beratin kemi. Po çunat e Beratit. Mistreca kaq dim tash, na thon juve çunat e Beratit si jeni. Ka regjizor atë mrekullush. Ka regjizor fantastik Berati. Marcel Greva është fantastik. Por ndërkohë mistreca kokzgjatur kanë humor dhe janë të sjellshëm deri kur nuk ju avar më ose kur ke më shumë lekë se ata gjykojnë gjithçka. Pra manuali që nga Berati. Është vërtet që gocat kanë thënë që çunat e Beratit merren shumë me llafe dhe kanë thënë që janë gore. Që gjykojnë. Ama dritaret, çunat që gjykojnë, dritaret ama i kanë. Kanë dritare po për tap dritaren për të gjykuar se çfarë po bën ai aty poshtë. Kemi lënë. Pita them këtë Gjesi se dikush ishte nga Berati, më tha që Beratësit me njëri tjetrit janë shumë të poshtër sepse nuk e duan njëri tjetrin, por ama kur vinë në Tiranë bëjnë shumë për njëri tjetrin. Pra Beratasit nuk e dashkan njëri tjetrin kur rinë në Berat, por kur vika në Tiranë, kur i thuti kam një problem, hajde merre vesh me. Kjo tregon që janë skutha.
por po e lëm këtë për një moment tjetër sepse nuk dua ta nxjerr atë që ma tha. Qartë. Tani na ka ngelur zemra e Shqipërisë, kryeqyteti, Tirana. Tirana kontra ditës e luftës e paqes e sirës e dritës. Unë nuk do martohesha kurrë me një tiranës. Asun. Më Dembela, më Qiflin, më njerëz qefit të rakis, të alkoolit, të bixhozit, të skedinave. Më njerëz, domethënë çuna që se po bëj shaka. Jo, e kështu seriozisht, po kemi vërtet të vesa. Mua më pëlqen shumë si flasin. Ku e ke morë këtë ri? Ja, e kam bukur këtë. Jo, po për te shakave, për çunat e Tiranës, ankohen shumë që janë shumë përtatës dhe që nuk duan të punojnë. Është vërtet kjo. E kanë fjetur mendjen me ca prona që i kanë të trashëguara që nga stërgjyshi Po dhe se në fakt mbajnë që janë nga familjet mira. Familjet e Tiranës kanë qenë familje me emër. Tiranës. Po, zakonisht duhet edhe të punosh për të mirëmbajtur ato gjërat që të ka lënë gjyshi stërgjyshi. Ndërkohë që këta duan Terezi Ratlik, merr një tekë raki, te lokali, grun edhe gruan punojnë këta. Po, për këta, për tiranësit thonë që ju punon gruaja, këta në shtëpi ke divani aty të pa në neshje. Si ai Ramadan Kafsha. Te portokallia. Fix Megli, sepse ato personazhe ndërtohen nga njerëz real. Te Selvia. Kështu që prandaj do unë thashë nuk do martohesha realisht me kurrë me një tiranës. Asun. Tani kush ka ngelur Meglin, a thua e pak? Ka ngelur qyteti im. Bo Elbasani. Ajo, s'është Elbasani qyteti. Ta një brirësha. Më falni, ju kërkoj shumë ndjes kush do ta gjej veten të cënuar, po unë nuk kam njohur kur çuna më skutha se nga Elbasani. Zemra, jo vetëm çunat. Ça janë nga Elbasani, ça mbledh femra, një brirësh, meshkuj, peskëmbësh, janë të tmerrshëm të gjithë. Po tallesh se ti kalove në tallje, se nuk ta, po qesh. Nuk talli? Jo. Apo ajo po thot ai nisë me legjenda. Legjenda drejt. Njerëzit kanë legjenda dhe mitologjin greke, ne kemi legjenda dhe mitologjin e Elbasan ose të Xhesit. Nisa. Jo, është e vërtet. Unë shumicën e njerëzve që kam njohur nga Elbasani, madje unë njoh shumë njerëz nga Elbasani që as nuk duan ta thonë që janë nga Elbasani kur vinë në Tiranë, sepse turprohen, unë nuk e di pse ndodh kjo. Edhe tani te qyteti i zemrës se u bën shumë. Durazzo. Jetë cilësore, thon për Durazzo. Jetë cilësore. Ne jemi Terezit tonë, ke patë në emision. Varet se cili ka jetën e vet. Ne si tha ajo një njeri këtu, tha ato anien, tha a hypim ikim nga Durrësi. Hajde me hypim. Nuk është se ka ndaj stres madh, me njerëz solar. E kanë dy. Unë mendoj që kështu do ta shohësh ti Durrësin. Unë flas nga eksperjenca. Unë nuk kam dëgjuar shumë për çunat e Durrësit, se është vërtet llafe. Ne kanë ardhur llafe për çdo çun të çdo qyteti në Shqipëri, për çunat e Durrësit nuk e hapi njëri gojën olla. Po se hapin çunat e Durrësit vetë për vete. Ulën në kafe, kjo është me filanin, merr një çike, kanë çik qeve, kanë çik berat si zemra. Jo, e kanë më sofistikume, më kështu. Ulen aty, domethënë janë të hangër mirë, peshk, krudo. E bëjt modë. Po i thot ai tu e pi atë verën tuaj me krudo, ja shikoj më kjo, hash akoma kjo me i rrëshket. Padashje. Ka më klasike thashë themi, kanë lart. E kanë me arom deti, me pjaca lart. Mirë, tani ne duam të themi që ju shoh se ju sham. Ne duam të themi që ju duam. Ne ju duam, po prap pa dallim qyteti, ju troni mashtruesa, jeni manipuluesa, jeni xheloza, të ndyrë toksik. Okej, jo, por top 3 shpejt top 3 qytete që do shkojnë nuse nga kjo lista, shpejt. Wow, sa pyetje vështirë. Fushkruj te Belen Puk. Do shkojnë nuse në Puk? Po. What the fuck, Jesi nuse në Puk. Hajde, unë do shkoja nuse në Dibër dhe në Dibër. E bonit madhe. Me hile. Jo, okej, pritse po e them dhe herë. Do shkoja në Dibër nuse. Do shkoja nuse në Vlorë, ndoshta? Vlorë. Po, do shkoja nuse në Vlorë. Okej. Me pavarësisht se nuk është se i kam shumë qef. Dhe do shkoja nuse në
ku do shkoja? Në Diber. Okej. Mos të shkojë në Dibër? E kisha Dibër se kisha mendjen. Po, unë do shkoja në Shkodër, në Vlorë, komplet larg nga njëra tjetra, po afër ngjashtë në çik me njëri tjetrin si qytete. Edhe tani se di jam pak në Durrës mund të shkoja herë se kam Ku do shkoja? Mos u shkënje. në Tropoj mund të shkoja. Shkosh te Nusa në Tropoj? Po. Okej, po qëndron në Mendoj që lezetshme. duhet të shkosh Nusa në Korç, më shumë sa dohet haje. Mund të hajde në Tropoj. Na i shaf. Fli tash i fli do rob apo s'po flet po. Ne nuk folëm se pasha Aldin këtu ne nuk përmendëm çunat e Mirditës, po gjithë llafet më të mira kemi për çunat e Mirditës bashkë me atë gjokën. Nishi miropafshim. Miropafshim dhe mos harroni, mos i gjykoni njerëz nga qyteti. Po jo, mos harroni ta bëni follow në Instagram pa Manuel Bajandel edhe në Dhe- Spotify. Nuk më la. Nuk më la. Bye! Na ndiqni në Spotify, na shikoni, na bëni story tek makina, na dëgjoni, na Na bëni doni, tag. A ju a tha që të na ndjekin në Spotify? Na i tham duket që na ndiqni në Spotify. Spotify Na na ndiqni ndiqni. në Spotify. Mendoj që është momenti që ju na ndiqni në Spotify. A? Ky momenti pa. Ky momenti ju duam. Nëse ju pëlqeu kjo që sapo pat, mos harroni të na bëni follow në të gjitha platformat tona sociale, andale.al dhe patjetër tek Pamanual by Andale në Instagram. Ándale.